Mos harroni jeni bashkë me mu Gjurim Demon këtu në Afternoon Delight në Urban FM në pjesën e dytë të këtij emisioni që edhe ju kam kallëzuar kemi Agan Xhelidin i cili vjen si drejtor artistik i festivalit, një prej festivaleve më unike të kryeqytetit, po flasim për Mos Kosovën. Është një super duper festival. Është pak çatëve, oleve veç pak me dorë çat mikrofon se veç pak. Ole veç pak. Hop çatë. Afro pak vetja. Agan mirë se erdhe kënaqësimet pas studio. Mirë se erdha definitivisht, po gjithë është kënaqësi me ardhur në Urban FM. Edhe gjithë është kënaqësi me fol për festivalin në Mos Kosova, i cili është një festival që prej vitit në vetë u shku të u bë më interesant, të gjetë lokacione të mira, edhe të zbukuru qytetin në atë anën artistike, më thon kështu, të përu emra kogja të mëdhaj të grafitit në Prishtinë dhe të zbukuru muret e Prishtinës. Kallëzëm 10 vjet që shponi është 10 vjet festivali Agan. Urbani din ma mirë se krejt, që do me thonë 10 vjetë, 20 vjetë, like a long journey. Po edhe na tu rrit, 10 vjetë, pi bjenë më konën fëmi, që ta është veç në shkollë na këshin qu. Na kujtojt viti parë, qëfar trishtimi u konë, kur kërkush s'doj kemi ja ditë, s'doj kemi një. Po dojnë me vizatu, Na kthejshin refuzim për lokacionet, ta është viti 10, është tjetër moment. Normal kena sfida, për nuk jom të llojit çfarë kena pas në fillim. Sfida këtë vit që 2 muaj na marrën me lokacionin e patëm një problem. E kemi zgjedhur një lokacion super të mirë për intervenim te stacioni trenave ku lidhet deri te Varreza ortodokse ku i thojnë. Mirë po për shkak se autoriteti i Trenkosit që është se nal ke trenin, nuk do kemi nal trenin. Okej, nuk do kemi nal trenin gjatë ditëve të festivalit, po normal se aty e ka stacionin, çish me nal trenin stacionaj, treni 2 herë funksionon. Pikërisht 3 orare i ka pas, po na menum që mundemi me koordinu edhe i ofrum në fakt krejt udhëtar prej stacionit Fush Kosovës i sjellin Prishtinë dhe ana sjelltas. Aha, e keni thonë edhe çfarë shërbim hajde festivali hajde. Na ndihmoi komuna në fakt u angazhuan, ku do të mi falenderoj edhe drejtorinë e kulturës isën, edhe drejtorinë e mobilitetit, krejt na mënu bashkë mos pe bindim, po nuk ndodhe, u dasht javën e kaluar veç vendosëm më kthy te stacioni trenit aty ku veç e bojmë gjithë ai tuneli. Na dhem im lu punimet kur janë të freskëta. Edhe që kjo është një prej sanave për shembull që ne kam dashur me diskutu me ty, është kogja e dhëmshme me i pru artistat prej një edicionin tjetër me i fshi ato këto ato vizatime të cilat janë 2024 të nuk edhe tani po 2024 normal që janë freshe dhe janë kogja të mira, plus u kon edhe një festival tjetër, një tjetër e cila u bë e kulturës e që i ka pru njerëz tapet e ka pru vëmendjen të çaj tuneli aty, edhe u kon kogja interesant me shku njerëz edhe me pos staging gati. A din vani krejt gati. Po kthehemi aty edhe po mënohemi tash me që veç u kthym pe bojna. A ngreve që të pak mikrofonin nga vetë se valloj me shit mikrofon diçka ngran, mos u të mos ta çoj edhe pak nal. Ti halloj i ki xekrat. Po na ka kop xekrat që 3 ditë. Ju kanë kop xekrat edhe 3 ditë, po para se me dalte çto 3 ditë, po du hala me fol për çto 10 vjet se për një janë 10 vjet shumë, sa lokacione të Prishtinës keni mujt me i pikirate edhe me i bu mrena këty në 10 vjetëve me murale ose me grafita. Po, diku 6 lokacione si zona tu e përfshi për shembull edhe Ulpianën si lagje ku sot që pithoj lagje artistëve dhe aty nuk u kon festivali, u kon si aftermath, after jam ku çaq artistë sa na patëm mbetën atë edicioni kena angazhu në Ulpian. Po 5 lagje, copat lagjeve, se Ulpiana është ma e madhe se ajo lagje, po në 5 mahalla kena hi edhe kena bo ka një mrekullit vogël me ngjyra. Na jem të interesum çdo vit më kon lokacioni i ri për të njëjtën arsye që thamë s'me shkonim mbulu. Është gjinami mbulu. Ama çka po vjen koordinim ma shumë me institucionet si rasti i trenit për shembull, ata në autoritetin e vet që kanë pas drejt me thonën jo. Po na për shkak sigurisë nuk guxu me pranu treni me hy sado që ka dal, janë shumë mysafir, shumë artista dhe shumë trishtim me marrë përgjithësi. Ka shumë qytetarë që vinë edhe pa hiri dikush i del treni ulet vetë treni. Ose po jo po edhe një herë ik nai kujna treni kanë si ditë, nuk i di ç'a ndodh aty. Një herë ik treni, nuk ik 2-3 herë treni. Agan, janë çto lokacione jeni kthy prapë në lokacion që ka ndodhur para 2 vjetë, sa artista në edicionin e 10 keni pru sa artista po mënoj të cilët kanë me bu vizatime
sheme në këto mure dhe sa është hapësira e madhe? Po, hapësira diku i mërin 2700 metra atror, që janë 2 mure paralel karshi me veten. Artistat të kjo lokacioni mërim gjithmonë numri ma të madhin për shkak se ka mure ma shumëti, që i bjanë të pranun janë 125, po zakonisht në momentet fundit ndodhin mundën 7-8 vetë me cancel për në arsye, ku e dim, ndodhë për shkak një rast që i ka vdek baba prej Scotland edhe e ka refuzu, po nuk besoj se do të bja numri në 120 artistë që do të ngjyrosin. Mandej kemi një 40 artistë të muzikës, ku te muzika kryesisht janë të venit, shumë pak ka që vinë për jashtit. Edhe ka aktivitete, na kemi industria kreative, që mi thoni marëm krijues që bojnë produkte, pim piratin tesha, qka do që kanë diçka interesant, ja u jepëm hapësirën e vetë, ku mujnë edhe me ekspozu edhe me shi gjatë festivalit. Ajveni e ka një pjesë i park, aty e bojmë hapësirë ku doke si piknik për qytetarët edhe ofrojmë aktivitete për fëmijë. Këgja shumë për shkak se e kemë si program edhe grafitin, pjesit edukimit me shtyt e fëmijët. Festivali për edicionin e 10, normal ka me shpalos pak ma shumë aktivitete, ka me pas ekspozitën mrena ku nuk është diçka, po është, si me thonë, momentet ma interesante gjatë 10 viteve i kena bo në për panela, ku i dojna minda me njerëz, ka komente interesante aty shijet, për shembull viti parë, ku na kanë refuzu, është tregimi që është pa leje, kena bloku rrugën B, është narrativa jonë 10 vjetëve, përmes fotografive. Do thot është një ekspozit për këtë 10 vjeçarin, është një ekspozit për këtë hekat. Shumë është interesante gjithë apëshet 10 vjet në vend se më janë nis tash mi përmend mira neve na kujtojnë hekat. Hek mas hekën na shkoj jeta. Po duhet mi rujt hekat, mi shtyp, mi shkru, mi ngjit në muri, që mos më na përsëritën. E kallzom tash te aktivitetet muzikore, festivali ka më kom 2 ditë. 3 ditë i bjanë. 3 ditë i bjanë. Është 3 ditë festival, kallzëm so aktivitete muzikore, kush janë artista që kanë me marrë pjesë dhe qysh paraportësisht i keni zgjedhë këta artista, se e di që çdo vjet mundoni mi u dhon hapësirë artistave të ri të venit që kanë nevojë shumë për aktivitete të tilla për me qit vetën. Mos i bi fillimit e bën shpalljet hapën. E bojnë edhe për arsye mi jep hapësirë plot në shpalljet hapëra po aplikojmë për shembull artista kur nuk e ke ditë. Asë nuk keni për ta, po ka material të mirë. Edhe në shpallën e hapur kanë malet guxim ndoket e dërgojnë çado që kërkojmë na për më u pranu, edhe shumica e line-upit bëhet në këtë formë. Mandej janë edhe partner, që mi thonën, këta që su një hek. Familja, që janë gjithë atë, janë gjithë atë, po normal, vi ta gjytë i murin, vi që me gjytë guri, mirë është ju me mjë gjytë guri, vi ta gjytë i murin. Edhe i vjenë edhe ata i kemë, po ka dhe që 3, se platforma pikërisht o ti që tha ma herët që po bën urbani me artista të ri, edhe na për që 1 ditë 2 e bojmë, mundohemi me hapësirë artistave të ri, se festivali i jone ka prioritet është ngjyrosja, po muzikën nasi kem as kushtet me bo event madh të muzikës, festival. Edhe na ndihmon për shembull komuna me bin, edhe që thash vullneti tyne për marrë me shumë muzikë, mujna me pas një program të mirë për ato 3 ditë. Që bjena DJ-a me emra, kur nuk kena mujtë me marrë DJ të mirë. Nuk ka lidhe bëse nuk vynë shumë DJ me emër, qka është të rëndësishme është me leje dhe kërejt rinin, me një ven, me antë njerëzve të ri. Do të thotë nëse ai një djalë i ri është DJ edhe ka një komunitet njerëzve me ardhë me qatë komunitetin e vetë edhe me konë pjesë e festivalit edhe me konë pjesë e qasaj në gjarjes për qëto ditë. Pikërisht, edhe për shembull ka gara e grafitit është shumë interesant. Do më thonë tash pas ka dhe gara, hajde gara, hajde. Ishtina fërgë grafiterat. Hajde, okej. Ju lajmëru shumë. Battle-a? Po, ju lajmëru shumë, edhe për shembull këtë vit është taki për me bo tag kategorinë, besoj që ka me fitu se ka një pi tega ma të mirë që mundesh me pa. Edhe ka në gjatë shumë vendet Prishtinës. Edhe një moj, majoni, ju E desha që me të njëm shumë këme shku taki, e desha që me të njëm shumë. Inshallah të nanin taki se të hekë të garës. Jo, valla këme ja do është pjesën bashkë taki me të njëm shumë. Taki, më drojë dorën, mëse bë me djathën bë me... Jo, me bë me të majtën dele dhe ma mirë, si dhije të majtës.
edhe aktivitete tjera, qyshe përmena ekspozita. Që shkon, apo më kallëzën që shkon paka shumë që kjo gara mes dy grafiterave, qysh është që kjo gara, ose qysh e keni menu, kallëzën? Na i kena 3 kategori, është kategoria e parë është tag, ku merë shumë pak është 30 sekonda i kanë për momentit kur fillon. Për 30 sekonda e kanë me shkru emnin e vetë, në rundin e parë. Në rundin final nuk i lojmë me shkru emnin e vetë, po ja ndrojmë, na ja dhojmë një fjallë. Që i bjen nuk ju mësu shumë me bo ato, dhe nëse e fitojnë edhe që të rënd, fitojnë do me thonë në venin e parë, merë është një package, një pako simbolike ku ka kryesisht material që artistat knaqën me to për me vizatu me në gjyrosë. Normal, diçka për Se karakterët kanë ma shumë ko, i kanë 3 deri në 5 minuta, aty e bojnë një karakter këta çfarë dëshirojnë, njëjtë në finale na ja caktojmë një karakter, për shembull mund më konë hyneshën kanë nevojë dhe fillojnë me punu cilit juria cilin të voton, fiton. Edhe kategoria e throw up, i thojnë, ku i merë 1 minutë e gjysmë në shtatë, nuk është tag i shpejt, po kanë me shkru një fjalë të mushne me film, me outline, me do extrude të ide, kanë ko pak ma shumë me tjerë. Me kom 1 minutë, 1 minutë e 30 sekundë. Po prap se prap janë asin krejt kategoria e gara vështë si në zekra, si e shpejt. Energjine e gravitera, si mi pas policin që të të njekë dhe po qa, ja u që dritën, të tik këpi për masë. Ike me njerë. Kallëzëm që të punime që kanë më bo se që kjo garë. Se edhe këtu ka me konë interesant, në qka vizatohin ata, edhe tanja kanë më urujt krejt që të punime që me konë si pjesë e festivalit, si arkive festivalit për të ardhën kur ja kanë një zgara. Na kem një panel, ku ma çdo rundi, më lohën. Grafiti është shumë i ronë. Në kuptimin e me rujt një diçka, këta anglezë kur erdhën e panë punimin e vetë, nuk mështin me besu që një vjetë hala ka nejtë në Prishtinë, se edhe kënë ku dalën në Londër, nëse këthejna mas gjysore nuk është, e kam lu dikush edhe ka punu qaq aktive o skena. Po edhe skena shumë aktive. Edhe grafiterat janë të vetëmi që s'ju dhem kër t'i mlojnë, në vishneve na dhem shumë se dojnë amirujsh, se janë të mira, po ata nuk e kam fort problemi i për mi, me vo tjetër me njerë. Nisin tjetër, po që ashtë të pja bojnë edhe na pros, ka problem, s'pirujna, po shka jo në pi lyj nesër kejtë bardha, a qështu është puna, nesër ja u lyjt bardha. Se këmë ditë që i hekni, po. Edhe kallëzëm të ashte ditën e parë, kur zhvillohet që kjo garë, ditën e parë që ka ndodhë, ditën e dytë që ka ndodhë dhe ditën e tretë. Po, dita e parë është gjithmonë për neve ma e rona se është hapja, po hapja na e lojna në mbrëmje zakonisht. Mas dite. Po, masi mendojmë që i krymë punë njerëz 4 dhe sa e diju në 6 është orari kur e lojnë hapjen zyrtare, ku i qëta me ftesa, vinë ambasadorë dhe tjetë. Po për ndryshë festivalin a prej 12 ditës, fillojnë më u konën ready për këndot që vjenë, artistat veç familiarizohen me hapësirën e tyne, do sjupritët, fillojnë veç mi po skica, dikush e lënë ditën e parë veç analizëm para murit. Po dhe dita parë është aj fillimi, qashtu si alla kam, po fillon në bramje bo taman gjithë shka vjen në venë dhe ecim. A ka muzikë ditën e parë? Taman, ditës parë e njës muzikë. Muziken, gjatë ditës e lojna pak ma mësmjavë lodhë, se artistat janë njëtën ko të punu. Edhe në zetë edhe mi munu me shumë zotë muzikës, nuk edhe ferë, për na ditën është pak ma relaxed, ashtu me low volume, edhe ma vonë fillon mbrëmje me u bo dhe line-upi ma real programi i muzikës, veç fillon ma nej me full volume edhe këta e krymë punën. Po dhe tani është që aty vinë me pina i sensë dhe ata duen me pina i sensë ditën e dytën e di që është gara, për shkak se dita parë sa që kena leju detajet edhe qëto që i bojmë gati, ditën e dytë jena shumë relax dhe atërë tash ta shina në përgora, ta shina. Hajde kejgjin. Edhe kështu vazhdojnë dhe i ditën e tretë, ku ditën e tretë veç është mbyllja zyrtare, bo ta me thonaj party, edhe përfundojnë festivalin, ku neve na me tani edhe 2 ditë thuj se mi pastru, mi hek, mi ndrej që atë vene, dhe i sa të lojmë. Se që festivali i vetëm ku vjene len i ven ma mirë.
me cilin do festival kudo që të shkojmë na nuk e prishëm, po e ndrejqëm. E kujdesim në fund bashkë me ndrejqëm, dhe detajet mi largu edhe bërdogat edhe gjithë shka që me lonën. Me lonë, ta aman që duhet, plus të vizatum, ta është e veç me shku me vizitu. A kujdesni gjatë vitit që me qu njerës, për shambull në qatë hapsirë? Po, bravo që më vete se dje u inauguru hapsira e parë e pika për pik informuse për turizm urban, po i thojmë, për shkak se programin që e kena pununa që shumë vjetë është i fokusun shumë të arti urban, të kultura në Prishtinë, po Ciceron të se udhërëfyst i kemi të certifikun për historinë e qytetit, për monumentet, për krejt, po na si platformë jem të eshty ma shumë pjesën urbane të qytetit, të rinin, nightlife-in, edhe të aspektet të Prishtinës që janë për më kallëzu, po kanë menu dhe i sot që ma interesant të me kallëzu një objekt se sa një fenomen të shoqërisë. E në këtë hapësirën e rejna jem të ashtu ofrue itinerale të ndryshme për guida, jem të ofru produkte. Këshit bëhe dhe Cicerona, 7 Cicerona, 7 ku i keni marrë ata Cicerona, ku i bën ata, ku i trajnu ata, për një me. Shumë janë të mirë, secili e ka një metodë vetën qysh e bën këtë punë për mrekulli, tash janë certifiku, kanë më regjistru në databazë të shtetit edhe janë aktiv në fakt në qendër të punu. Na e kena bo për para për artista, për nuk e kena bo në këtë formë si tash zyrtarisht. I kena qu me i vizituja, kena kallëzu qytetin që 10 vjetë, 5 artistë jetojnë sot në Prishtinë për shkak të festivalit. I kena këtu të usilë si azilanta, që kena bona jashtë për para. Azilanta të festivalit janë sta, lej këta si këta janë të festivalit. Jep janë një gjyrë. Po, as shtetësi nuk lypin. Se s'ka lidhe, nuk ka lidhe, kryesore e letësillon. Po, që kjo është e mira e qendrës që ka me bo pikërisht ato që thati, ka me ofru stash ture ku i kallëzën edhe grafitit, i kallëzën edhe pikat kyqe në qytetin e Prishtinës që mundet më konë një për aty në pika edhe Urban FM për shkak të vlerës që e ka në qytet. E kallëzëm kështu ma herët falem para se me një emision, një sen që më intereson shumë, 2 vjetë e fundit jam të koleksionu libra me stikera për grafita. Gjitho vend që shkoj mundona paka shumë me mësu edhe qytetin edhe me paqat të kulturën e grafiterave që janë, apo zakonisht më nëshme gjetë libra të grupeve të grafiterave të ndryshëm, cilët i kam bo stikera dhe masanina me ble librin. A menani që 10 vjetë festival, prej vitit në vetë të pru artista, 100 artista njëherë, 80 artista njëherë, 80 artista njëherë, me anis, po, janë dikon rrëth 1000 diçka artista, me anis me bu libra prej edicionin në edicion një libër të stikerave, të cilin për shembull mënesh me ble të qendra informimit urban në Prishtinë, me marr librin edhe tani i ki që ato grafita të cilët të vizatohen për mure të festivalit, tani mënesh me ngjit në dhomë për shembull. Edhe e bën rrugën bëtë e shpia. Na i kena nis me për shembull, i kena bo 10 edicionet e festivalit ku janë fotografi jo bash me stikera. Se stiker se ti për shembull se edhe ka skicën prej komplet, për shembull këtë komuniteti janë desin për stikera, në stop i ndrojmë na pa dikush thotë ç'a janë tu bo vlla me këtu copat letra. S'ka lidhje letrat mira. Po, na i rujmë shumë. E për shembull ç'to ç'a përmend është për neve mision me bo, na mbledhëm, po duhet dikur te kjo qendra tash me plotsu pikërisht me si materiale. Kem po shumë pak. U dal libri tash që e pregaditëm për 10 vite dhe jena të prit komuna me na ndimu për me shtyp, po shpejt keme pa edhe kena me ta rujtën, do të me ta ruj ty të parit me ta e libri me si koleksionu si ma i mirin. Nëse më thërni që nëse e marrën e librin i pari, unë e vi edhe e bojna një video për qatë libri. Qa, për dull video. Po të dull video edhe qëtash dull një po stikera. E stikerat nëse e bëni me stikera, atër i shakon shumë i lumë tërse vinë turista dhe besaj që kjo qendër edhe që është në te Pallati i Rinis në qendër qytetit, ka me pas një numër të vizitorëve se vinë edhe janë njës tash me u përhap edhe vinë edhe kanë qef nështë me dalë me bo një tur, sidomos kër e ki Ciceronin. Po, e kena bo koleksionin e partë të stikerave që dush marmi, po. Ka një 20 artist kanë bo ilustrime për Prishtinën, dopi tyne kanë shumë fenomenal jokes, ke për shembull që am la për shtypi, ke biblioteka kombëtare, ku i ka kupollat, i ka bo me sy, kupollat janë si sy, po ja, you have to come. Sy, ti kom majit sy. Sy gjithandej. Pasha sta sy.
E që kjo është interesant se kisha qef me pas i qysh festivali, me pas mos e meriton Prishtina me pas një libër të stikera, se është mundësia mu bo, se cilit prej stikerave vjen i bom një herë i vogël, edhe tani që ato mëni me marë se cili me qu, se cili artist me qu punimin e vetë edhe bëhet stiker. Edhe për artista është mirë, po edhe për festivalin edhe për qytetarët e Prishtinës është nice. Po, patjetër. Kështu që krejt kena mi bo. Krejt kena mi bo. Po 10 vjetë më bo, ta është e ka dhe vitin e 15. Më ledh, në fakt, për stikera bash interesant ose këta bojnë për qef kur vinë për Prishtinë. Për shembull, ky anglisht na ka bo lagjet i ka shru, Dardania, Ulpiana, Aktashi, qato që ka një. E u fali kur na dorëzojnë pat plot misspelling, se nuk na kanë vetë neve, po aje ka një burek, edhe ka shkru ndryshe diçka po. Ama, ke interesant që kanë kap me pa. Pije mos u pike një artist që ka shru. Ku me ditë të kafë të rakis, e ka një këtë fjallë, edhe kish bo një shishe të rakis me këto. Po janë interesant bashkë kur i bojnë këta të hujtë, se shojnë sana që për neve janë në shtatë mirë qena aty i shohëm çdo ditë, po nuk e sheh. A është aty po se vrejna, e tani ajve që nine e qëtë letër. E desë që e përmene për stikerat duhet me marrë obligim na me bo se it has to be dhe, sidomos tash të qendra i shkon aty mu kono. I shkon, gjithësisht i shkon, me konje 2-3 libra, dhe jo veç me stikerave këto, po me arë edhe libra të stikerave të ndryshëm, unë dojsa mi marrë sot me veti, adem veç me i pasë, me t'i dho një dyja, me t'i dho një tri, po që i harrova, kur nisa i harrova kur nisa i harrova, po e qashtu munona adin se me stikera i kom zakonisht kom qef me qit, për shambull që ti vene prej Berlinit, që ky libër që ato i qesim që ato i prej Kume ta bo pra një pako të krejt stikera që a i kum le se kom ma shumë se ka një, e shtu ti ndaj krejt. Boma një pako e maj kështu me qef madhe maj. Gan, falimderit shumë për informacionet, po shpresoj që ka me kohën gjithçka në rregull, ka me shku gjithçka në rregull, atmosfera me kohën e mirë edhe njerëz me ardhme i pa artistat të i po punimet. Po, pikërisht edhe na sot e presëm 10 vjetori, kur gjos presëm i këti 10 vjetori, pës energji, dashni, aty mu knat, jonë të ardhë artistat do pi tyne, shumë pak, po ka që është 10 vjetë u kohën regullisht. I kena nda dhe qmime, jo qmime, po mirë njohje, ku ka dhe i gare, artisti ma i zhurëm shumë, artisti ma kështu, artisti ma kështu. Te mësaj demo, qka s'ke me kaldruhe. Te mësaj demo, stiker, te adhon qmimin, te për ty u kry që shka. Falimderit shumë. Falimderit edhe për juve, gjithmonë knatësi mu konë Urban FM.